Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në një konferencë për mediat ka komentuar edhe kundërshtimin e qeverisë për pezullimin e Ballukut nga detyra. Berisha u shpreh se gjykata kushtetuese është në presion nga kryeministri Rama dhe më tej shtoi se të gjitha këto veprime i ka të kota, sepse është i pashpresë. Shikoj seancë publike në gjykimin e kësaj çështje, mbasi është çështja më e nxirr në historinë e jurisprudencës europiane dhe botërore. Kur ndonjëherë një kryetar qeverie, një kryeministër, shef ekzekutivi, pra president qoftë ai, nuk ka shkuar në gjykatë kushtetuese për të mbrojtur masat që gjykatat tjera kanë marrë për vjedhje klamoroze të dokumentuara në të gjitha aspektet. Përpiqet si mbyturi të kapet në fiebari të bëj presione nga më absurdet ndaj sistemit gjyqësor në një kohë kur është, u them shqiptarëve, absolutisht i pashpresë. Është një bashkëpunëtor i organizatave kriminale dhe karteleve të drogës. Dhe ky është kualifikimi botëror sot për Edvin Kristaq Ramën. Nga ana tjetër ka reaguar edhe kryeministri Edi Rama, teksa u shpreh se fjalët e shumta janë fukarallëk dhe se sfidon këdo të gjejë një rast të dytë në botë ku një prokuror dhe një gjykatës i shkallës së parë pezullojnë nga detyra një antar të qeverisë. Sipas tij, pretendimi se një veprim i tillë është normal, megjithëse nuk është parë kurrë në botën demokratike, është i pakuptim dhe barazohet me idenë se drejtësia është normale vetëm në Shqipëri. Rama theksoi se pavarësisht se ka qenë dhe mbetet mbështetës i paepur i reformës në drejtësi dhe pavarësisë së saj, këtë veprim e shes një risi botërore dhe e konsideron një gabim të ngjashëm me rrëzimet e një fëmijëve që sapo mëson të ecë.